Të patonat se zakonisht vim farën e fund për ju, se me kohë marëm gjatë kësaj jave, e ndjekim bashkë një nga një. Amerika zgjedh përsëri një shqiptare si më e bukura e Michiganit. Elizabeth Ivezaj është misi me prejardhje shqiptare e cila në spektaklin Miss Michigan mori kurorën e më të bukurës. Ajo do të përfaqësoj Michiganin në Miss Amerika dhe në Miss Univers 2014 që do të mbahet vitin tjetër. Të dy këto spektakle do të transmetohen në rrjetin televiziv më të njohurin në botë, NBC, dhe ne shpresojmë që për herë të parë në historinë e Miss USA të jetë një shqiptare me kurorë në kokë. Në edicionin e 9 të spektaklit Fustane Nusërie të punuara nga letra të toaletit, përsëri triumfon një shqiptare. E lindur dhe rritur në Amerikë, Mimoza Haska me dizajnimin e një fustani nusërie, i cili është i punuar i gjithë nga letra të tualetit, merr vendin e parë. Kjo veshje do të prezantohet në një sfilat mode për fustanin nusërie në New York. Manjolla në Albani, një ndër këngëtaret e cila vlerësohet për vokalin që ka vendosur t'i sfidoj kolegët e saj në festivalin e muzikës moderne Kënga Magjike. Ende nuk janë publikuar detajet të tjera rreth paraqitjes së saj, por prive mësoj se këngëtarja në Albani ka bashkëpunuar me producentin Flori Mumajesi. Po ashtu, është publikuar një fotografi ku shihet skena mbi të cilën do të interpretojnë këngëtarët në netët finale. Pak ditë më parë është mbajtur një mbrëmje muzikore ku janë ndarë çmime të shumta muzikore. Nominimet ishin nga më të çuditshmet, gjë që zgjoi dhe pakënaqësitë e artistëve tanë. Një ndër ata që reagoi ishte DJ Dallull, ku në profilin e tij në Facebook shkroi: "Zakonisht nuk kam qef me shkru për kësi gjëra, por kjo është e tepërt. Unë nuk e di çysh merret një këngë që nuk është e dedikuar për treg të Kosovës edhe bëhet nominim. Një këngë që gati tash e 3 muaj është e votuar në top 10-shën e Viva TV në Gjermani, edhe në fund e nënçmojnë. Ziko TV HD, you have epic fail." Këtij shkrimi, Dallull i shtoi edhe një foto ku shihen 2 videoklipe, ai Ardian Bujupit me DJ në fjalë, si dhe Krejlet Adin nga Miria dhe Lora. Kjo e fundit u shpall fituese në kategorinë Best Dance, por ky postim i Dallull u fshi pak minuta pas publikimit të tij në Facebook. Këngëtare Albana Azizi, e cila është lindur dhe rritur në Bern, së fundmi ka shpeshtuar ardhjet e saj në Kosovë për t'u përkushtuar muzikës sa më shumë. Tani është veç gati klipi i ri i saj Kalle Sonte. Kënga është realizuar në studion Genton në Prishtinë, e ndërsa klipi është punuar nga Urban Graphics në Gjilan. Pjesë e këtij klipi është edhe DJ Franklin. Kigabu është kënga të cilën këngëtarja Zamfina Ismaili do ta publikojë brenda pak ditësh. Për këtë këngë janë përkujdesur producentët e hiteve të fundit Zapin Kres. Kjo këngë vjen në treg pas bashkëpunimit të parë të këngëtares me reperin Noizi. Kaq kishte sa i përket kësaj prive, shpresoj që u kënaqët sa do pak me ne. Unë do ta kem sërish të ftuar në ardhshme në orën 19. Deri atëherë keni faqen tonë zyrtare në YouTube, si dhe faqen tonë në Facebook me të njëjtin emër Prive Klan Kosova. Natën e mirë dhe mirë takofshim.